Përshëndetje miq, sot në podcastin tonë kemi një histori frymëzuese suksesi nga banda e shkollës drejt botës së profesionit. Ftuari ynë është Elio Dulaj, maturant në shkollën tregtare, i cili e nisi rrugtimin si praktikant dhe sot punon në një restorante më të mira të qytetit. Na ndiqni pas pak. Rikthehemi sërish në podcast tregtare. Me Elion do të flasim për eksperiencat e tij në shkollën tregtare, praktikat profesionale, sfidat e punës dhe mënyrën se si përkushtimi dhe pasioni e ndihmuan të bëjë një pjesë e një stafi profesionist në moshë të re. Mirë se erdhe Elio. Përshëndetje. Se zgjodhe të studioje në shkollën tregtare? E zgjodha shkollën tregtare sepse gjithmonë më ka tërhequr fusha e hotelëri turizmit dhe doja të mësoja më shumë profesion praktik që të më jepte mundësitë reale punësimi. Më pëlqeu ideja që krahas mësimeve në klasë mund të zhvillohesha edhe profesionalisht përmes praktikave në biznese të ndryshme. Çfarë të pëlqen më shumë te shkolla dhe profili që ndjek? Ajo që më pëlqen më shumë është kombinimi i teorisë me praktikën. Në shkollën tregtare nuk mësojmë vetëm nga librat, por kemi mundësi të përballemi me situata reale pune. Kjo na ndihmon të krijojmë eksperiencë dhe vetbesim. Sa të kanë ndihmuar mësuesit dhe praktika profesionale në formimin tënd? Mësuesit kanë qenë një mbështetje e madhe për mua, sepse na kanë orientuar vazhdimisht, si në anën profesionale, ashtu edhe në sjelljen në ambientet e punës. Praktika profesionale më ka ndihmuar të kuptoj përgjegjësinë, korrektësinë dhe rëndësinë e komunikimit me klientët dhe stafin. Si nisi eksperjenca jote si praktikant? Atëherë, eksperienca ime nisi fillimisht si pjesë e praktikës profesionale të shkollës. Në fillim isha aty për të mësuar dhe për të parë nga afër ritmin e punës në restoran. Me kalimin e kohës duke treguar seriozitet dhe përkushtim, fitova besimin e stafit dhe mu dha mundësia të vazhdoja si pjesë e ekipit. Si ishte dita jote e parë në restorant? Dita e parë ishte emocionuese dhe pak stresuese njëkohësisht, sepse çdo gjë ishte e re për mua. Megjithatë, stafi më priti shumë mirë dhe më ndihmoi të përshtatesha shpejt. Ajo ditë më bëri të kuptoj se kjo ishte fusha ku doja të vazhdoesha të zhvillohesha. Çfarë aftësish ke fituar nga shkolla tregtare dhe atë vlen ato sot? Kam fituar shumë aftësi të rëndësishme, si komunikimi me klientët, puna në grup, organizimi dhe korrektësia në punë. Gjithashtu, kam mësuar si të përballoj situata të ndryshme gjatë shërbimit dhe si të jem gjithmonë i përgjegjshëm në detyrat që më ngarkohen. Cilat kanë qenë sfidat dhe provat që ti je përballur në punë? Sfida më e madhe për mua ka qenë ritmi i lartë i punës gjatë sezonit veror, kur restoranti ka shumë klientë dhe kërkohet shpejtësi e përqendrim maksimal. Në fillim ishte e vështirë, po me kalimin e kohës mësova të organizohem më mirë dhe të punoj me qetësi, edhe në momentet më të ngarkuara. Çfarë keni përfituar nga sistemi dual? Ndryshe në krahasim nga praktika profesionale që isha 3 ditë në shkollë dhe 2 ditë në punë, me sistemin dual unë isha 3 ditë në punë dhe 2 ditë në shkollë, që më jepte mundësi të mësoja më shumë në biznes. Dhe gjatë vitit unë merrja një pagë monetare. Dhe sistemi dual në përgjithësi është shumë i mirë për ne. Si është që të punosh në një restorantet më të mira dhe duke qenë maturant? Është privilegj, sepse shumë pak e kanë këtë mundësi, në moshën time. Shumë nuk e arrin dot edhe kur janë 30-40 vjeç. Kurse unë që në moshën 15 vjeçare arrita që të punësohesha atje. 16 më rritën nga detyra, 17 akoma dhe më shumë, 18, 19 deri më sot. Unë punoj te restorant Dioni. Është një ndjesi shumë e bukur dhe motivuese. Ndjem krenar që kam arritur të jem pjesë e një stafi profesionist në këtë moshë. Kjo eksperiencë më ka bërë më të përgjegjshëm dhe më ka ndihmuar të kuptoj më mirë veten me vlerën e punës dhe përkushtimit. Çfarë këshille kishe për nxënësit që duan të ndjekin në shkollën tregtare arsimin profesional? Këshilla ime është që të mos dorëzohen, sepse çdo gjë është e vështirë, por që po je i duruar, do ja dalësh deri në fund. Cilat janë planet pas përfundimit 4 viteve në tregtare? Pas përfundimit të shkollës, dua të vazhdoj të zhvillohem në fushën e hotelëri turizmit dhe të fitoj sa më shumë eksperiencë profesionale. Synimi im është të eci përpara në karrierë, të mësoj vazhdimisht gjëra të reja dhe në të ardhmen të kem edhe më shumë përgjegjësi në këtë profesion. Përpara se ta mbyll, kisha edhe një pyetje të fundit. Ju keni qenë pjesë e promocionit në shkollat ndërvjeçare. Çfarë këshille keni ju për nxënësit që janë në prag të zgjedhjes së arsimit profesional? Po, ne kemi qenë pjesë e promovimit në shkollat ndërvjeçare për të treguar më shumë rreth drejtimeve, hotelëri, turizëm, ekonomi dhe logjistik. Këto janë deg me shumë mundësi për të ardhmen, ku jo vetëm mëson një profesion, por krijon edhe mundësi pune brenda dhe jashtë vendit.
Hoteliri turizmi ju ndihmon të zhvilloni komunikimin, organizimin dhe punën praktike, ndërsa ekonomia ju mëson si funksionon biznesi dhe financa. Zgjidhni atë që ju pëlqen dhe ku e shihni veten në të ardhmen. Suksesi fillon nga zgjidhja që bëni sot. Falenderoj që ishe pjesë e podcastit tonë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit. Sot kishim kënaqësinë të kishim të ftuar Elio Dulaj, një maturant të shkollës tregtare. Mos harroni të na vizitoni në faqet tona si TikTok, Instagram dhe YouTube. Shihemi në episodin e radhës.